Përshëndetje të gjithëve, nuk kemi takuar këtë vit, kështu që ju uroj edhe një vit sa më të mbar, qoftë familjar, qoftë profesional. Nuk dua të zgjadem shumë, dua vetëm të prek disa pika që në këndvështrimin tim janë me rëndësi për këtë diskutim. Dhe në ndërkohë, duke vlerësuar sinqerisht bashkëpunimin që kemi ndërtuar edhe vijimsinë e komunikimit në një rrugë sa institucionale aq edhe të hapur informale, gjë që na ka dhënë mundësinë të jemi vazhdimisht në kontakt me njëri tjetrin edhe të dëgjojmë nga njëri tjetri dhe të kuptojmë më shumë në kohë reale. Është koha për të vizituar ligjin e arsimit të lartë. Pasi tani më ka kaluar një periudhë e mjaftueshme për të reflektuar në atë ligj ndryshimet që ka sjell koha, por edhe konstatimet e praktikës në raport me kornizën e ligjit. Fatmirësisht kemi një praktikë të mirë të mëparshme. Ligji aktual, siç e dini, është shkruar në bashkëpunim me ju, me kontributin tuaj, kështu që ma ha mendja që ky do të jetë rasti përsëri. Dhe shpresoj dhe besoj që edhe për shkak të eksperiencës, edhe për shkak se në këtë rast nuk bëhet fjalë për një përmbysje si në rastin kur shkrua ligji, por bëhet fjalë për korrektime, do të jetë mundur që ta bëjmë këtë në një kohë të arsyeshme. Dhe ma ha mendja që nuk do presim sesionin tjetër të parlamentit për ta përgatitur bazën e ndryshimeve. Pastaj procedura parlamentare mund të jetë në fund të këtij sesioni, mund të jetë në fillim të sesionit tjetër, por ajo që është e rëndësishme është që të organizohemi me një grup pune të përbashkët për të reflektuar mbi të gjitha shqetësimet apo konstatimet dhe për të shkruar ndryshime. E dyta që dua të nënvizoj është edhe thelbi i kësaj ndërhyrje time këtu, dhe ju falenderoj për ftesën, që nuk duhet ta humbasim për asnjë moment nga vëmendja se sfida jone përbashkët dhe themelore është nga një anë ndërkombëtarizimi i universitetit dhe një ana tjetër racionalizimi i burimeve dhe i potencialeve. Ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm në qasjen e universitetit, dhe kur them universiteti flas si arsim i lartë, jo për një universitet specifik. Ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm në qasjen ndaj financimit, që do thotë deri dje gjithçka ishte e lidhur me buxhetin e shtetit. Sot Universiteti i Tiranës është në krye të një vargu universitetesh që e kanë rritur kapacitetin e tyre financues jashtë buxhetit të shtetit, duke faktikisht
qenë në gjendje të ndërtojnë skuadra dhe të ndërtojnë projekte apo partneritete europiane dhe duke përfituar nga fondet europiane. Diçka që sigurisht ka rritur të ardhurat e pedagogëve më aktiv. Dhe patjetër që ka krijuar një situatë të re. Unë do doja që në takimin e ardhshëm që kemi bashkarisht, ne të mblidheshim për të diskutuar hapur këtë proces dhe me lejen tuaj doja që të ftonim të gjithë rektorët edhe të universiteteve private. Unë nuk I them jo publike, unë I quaj publike të gjitha. Disa janë me financim publik, disa me financim privat, po janë universitete publike se janë shërbim publik. Kështu që të gjithë të ulemi dhe ta shohim gjën në sy. Sfida është, hajde ti riorganizojmë në një sistem shumë më kompetitiv, edhe shumë më të besueshëm dhe shumë më të gatshëm për të përballuar nesër të gjitha ato që do vinë me procesin me antarësimin në Bashkimin Evropian. Universiteti është aleati më I rëndësishëm I institucioneve të vendit dhe I vetë vendit në tërësi në një proces si ky. Fakti tregon që volumi I financimit, pra I projekteve të miratuara drejt për drejt ose në aleanca të Universitetit të Tiranës nga Bashkimi Evropian rritet çdo vit. Rritet çdo vit, atje nuk të jep njeri bonus se ti vjen nga I vend që akoma nuk është I ambientuar. Atje vlerësohen gjithë me të njëjtin kandar dhe në atë kandar pedagogët e Universitetit të Tiranës, ata të cilët kanë hyrë në të proces, vlerësohen në mënyrë të barabartë me pedagogët e universiteteve më të mëdha të Europës. Atëherë çfarë na duhet? Na duhet që ta vlerësojmë më shumë këtë kapacitet dhe ta vendosim në kushtet që të jetë më efikas në territor. E treta që kam është çështja e akreditimeve. Ne e kemi ngritur në mënyrë të përsëritur, me thënë drejtën, këtë çështje në takimet përbashkëta me bordin etj. Ambicia tani është që ta çojmë në një nivel tjetër agjencinë, ta integrojmë me ENKën dhe të rrisim kapacitetin institucional për të përshpejtuar procesin e akreditimit. Duke mos dashur të zgjatëm më shumë, dua të ndalem për një moment edhe tek infrastruktura. Kemi bërë goxha ndryshime për hir të vërtetës, nuk po I numëroj këtu, ju dini më mirë se unë investimet që kemi bërë dhe që janë ose përfunduar ose në vijim. Investime goxha domethënëse, por jemi akoma larg përmbushjes së kushteve infrastrukturore të nevojshme për të përballuar sfidat dhe nevojat. Ju e dini që unë besoj shumë tek godinat dhe kemi 2 kampuse përpara, kampusin e madh të Tiranës. Në ndërkohë kemi hapur procesin për kampusin e Universitetit Aleksandër Mërsiu. Kemi pas një interes jo të vogël nga rreth 40 studio ndërkombëtare. Ka I potencial shumë të madh për të krijuar edhe
infrastrukturë qëndrimi, rezidence të studentëve, duke pas parasysh trenin që do t'jetë në funksion së shpejti, do t'jetë absolutisht shumë e thjeshtë që studentët në Tiranë të kenë mundësi të strehohen në kampusin e Durrësit, dhe për këtë arsye do të ndërtojmë një kompleks studentor rezidencial shumë të mirë, në mënyrë që të ndihmojmë në zgjidhjen e një problemi të madh që kanë studentët për shkak të çmimeve të larta që ka qerat në Tiranë edhe në Durrës, po në Tiranë e tjerë. Ne jemi absolutisht të bindur që jemi në një moment të ri ndryshimi për arsimin e lartë, por ndryshe nga ndryshimi i parë. Tani kemi një bazë, kemi një eksperiencë, ka shumë më tepër qartësi brenda universitetit dhe në skuadrën drejtuese për çfarë ecën, çfarë secën. Gjithë këto programe, se nuk i numërova të përbashkëta, kanë sjell një tjetër kuptim dhe një tjetër dije për ku është Europa, ku janë universitetet sot dhe me çfarë merren, dhe kështu që e kemi shumë, besoj unë, shumë më thellë kuptimin e nevojave edhe të mënyrës se si do t'i adresojmë. Këto kisha unë, edhe faleminderit për vëmendjen, si gjithmonë nuk e mbajta premtimin për të folur shkurt, po kjo është një defekt që tani ma njeh gjithë Shqipëria, kështu që besoj se kam nevojë të sqaroj pse është i pashërueshëm etj.